Në një aktivitet të zhvilluar në Tiranë, ku nënshtrua marrëveshja mes Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Universitetit Politeknik të Tiranës, kryeministri Edi Rama dhe zëvendës kryeministreja njëherësh ministre e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku theksuan rëndësinë e këtij bashkëpunimi për formimin profesional të studentëve. Marrëveshja parashikon zhvillimin e praktikave të paguara të punës për studentët e Politeknikut, duke njohur nga afër me proceset e projekteve madhore infrastrukturore në vend, si një mundësi konkrete për përgatitjen e tyre për tregun e punës. Thirrjen që djemtë mos dekurajohen nga mbështetja për vajzat, si përfaqësues si gjinisë më të dobët, më vjen keq, por duhet edhe bashkëvuajtësit burra dhe djemt ta pranojnë që gratë janë më përpara se ne. Nuk kemi çfarë bëjmë tjetër përveç se me shumë dinjitet të dorëzohemi përpara këtij fakti, edhe të përpiqemi të rekuperojmë sa të mundemi, të bindur që nuk do t'i kalojmë dot asnjëherë, po të paktën të arrijmë të jemi në lartësinë e të qenit bashkëudhëtar të tyre dhe t'ju rrim në krah me sa më shumë dinjitet. Shumë faleminderit. Në fjalën e tij, kryeministri Rama ndali vëmendjen tek inteligjenca artificiale, duke e cilësuar si një prej sfidave dhe mundësive më të mëdha të kohës. Ai bëri thirrje pedagogëve dhe studentëve që ta shfrytëzojnë këtë teknologji në mosimdhënie dhe në projekte kërkimore. Ne do të përgatitemi që edhe në buxhetin e vitit të ardhshëm dhe në buxhetet e viteve të ardhshme të kemi një komponent që të mbështesim të gjitha sprovat që do t'ia vlejnë të mbështeten në këtë drejtim, dhe për këtë arsye ju përfitoj nga rasti t'ju bëj thirrje pedagogëve, t'ju bëj thirrje studentëve që të angazhohen sa më shumë për të punuar së bashku në funksion të rritjes së komponentit të inteligjencës artificiale në të gjithë hapësirat e universiteteve tona. Për ministren e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku, kjo marrëveshje është një investim i drejt për kapitalin njerëzor në funksion të kërkesave të tregut dhe proceseve të integrimit në Bashkimin Evropian. Programi praktikës paguar parashikon vendosjen para arshës në fazën e parë të 10 praktikanteve me kohë të plotë. Kjo do të jetë faza e parë e programit, pasi do të ketë dhe një fazë të dytë, e cila do të adresohet me 15 praktikante studente të tjera. Në varësi të ecurisë të programit, ne do të jemi në koordinim të vazhdueshëm me Bankën Botërore për ta shtyrë në kohë dhe për të rritur numrat e praktikantëve që do të atashohen autoritetit rrugor shqiptar. Kozjatja e programit do të jetë 6 muaj për studentet e diplomuara, ndërkohë që për studentët që janë në vitin e fundit, kozgjatja do të jetë 3 muaj. Studentët që do të rekrutohen do të përfshihen në sektor të ndryshëm të ARSH-s, ndërkohë që industria e rëndë, transporti, energjia dhe sektori minerar kanë sot një kërkesë të jashtëzakonshme për burime njerëzore të kualifikuara.